Okej, përmenda pak të pjesën që kemi pasur një rritje diku të 50% të Bitcoini, edhe tani mund kemi pasur diku të ulje 10%, ose një temi çmim mesatar. Ja ku e keni këtu grafikën, 50% rritje, 10% ulje, për mu është një situatë normale, jo një situatë për të friksuar. Dete zona 94.000, 93.000, 97, këto zona këtu, unë e shikoj si situatë normale, sepse javori vazhdon të jetë bullish, vazhdon të jetë në një sentiment për lart, të jetë një dip, një shitje që e bën më interesante, më të mirë për investitorët që ta blejnë dhe pastaj do blihet për mendimin tim. Kjo zona se do heqim sa nga këto vizatime tani, duhet të përqendrohemi te kjo zona e Head and Shoulders. Ka bërë një shpatull, kokë, shpatull të djathtë, dhe këtu e kemi një neckline quhet. Dhe kjo probabiliteti tani do na anoj më shumë që të shkojmë prapë te 100.000. Kjo është zona që unë po studioj dhe aktualisht kemi hyrë short. Një tregtim afat shkurtër, jo afat mesëm. S'du të përmend shumë tregtime afat shkurtër këtu sepse më intereson tregtimi afat mesëm, duhet që ju të mësoni me tregtime afat mesëm që janë pak më serioze, me këto valsi 50% që kemi kapur për lart dhe shorti që kemi kapur këtu 20%. Këto janë çfarë na intereson ne. Po kjo neckline është kyç për tregun dhe po u thy, mendojmë që shkojmë prapë te 103 ose 102 deri te 100. Aktualisht kjo zona e supportit është këtu, deri te 104. Por që ta bëjmë le të themi pak më të ngushtë, e çojmë deri këtu, se kemi pasur support, disa herë support këtu dhe një support tjetër te datën 13 qershor dhe tani rezistencë te emat dhe një probabilitet që do filloj tani thyrja dhe ristrukturimi i tregut me një rënje deri te 100 ose 94.000. Kjo është situata dhe këtu është mirë që ta studioni me kujdes sepse është edhe një zonë volatiliteti që mund të gjejë support shumë shpejt, që mund të gjejë këtu ose këtu dhe po mori një tregtim do të menaxhoj me patjetër nga ana short se thithen shpejt ku ka support. RSI-ja tregon shenjë që mund shkoj pak më thellë te kjo 94.000, mund të jetë edhe ndoshta edhe pak më ulët deri te 91, 90, derisa të bëhet shumë i shitur. Por dhe zona mezit më intereson sepse edhe mund të thy pak më poshtë, të vim për lart dhe pastaj me ranimin prap për lart. Është për tu parë personalisht afat shkurtër short të paktën deri 100.000 dhe 102.000 kjo zona. Afat mesëm, po që thyet kjo zona 102-101, shkojmë deri te 94. Kështu që mund të rrezikoni, po që doni, nuk jap këshilla financiare, po morë rrezikun të ishte një short nga këtu deri te 100 me idenë që të thyet deri te 94.000. Këtë tregtim kam kapur unë për veten time. Kjo është situata dhe pastaj po që nuk më del kuptoj që ne do menaxhojmë situatën, do dalim, nuk dalem deri këtu lart, se s'ka sens. Struktura thyet te 106. Kemi hyrë te 105, thyet struktura te 106. Kështu që ne një humbje shumë të vogël pranojmë aty, krahasim me rrezikun që ne kemi marrë, ose ku e kemi vënë stop loss që mund të jetë diku te kjo zona 110-109. Te 107 mund të jetë. Kjo është situata, do menaxhim, kjo duhet me patjetër, jemi në një moment vendimtar, për që doni analiza gjatë javës, mund të shkojnë te Telegrami që kemi falas, linkun e kemi më poshtë te përshkrimi. Kleo, ndonjë mendim këtu apo po e lëmë kaq? Nuk është një analizë. Atë mendoj. Do të shikojmë. E kemi tregtuar bashkë.
Ethereum mu më ka pëlqyer shumë te kjo lëvizja në thyrje këtu te 2550 dhe këtu tregtova për lart me ide që do thynte strukturat dhe të vazhdonte më lart, tregu kuptohet që u shit me këto lajme dhe ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur, pasiguria dhe inflacioni e gjëra të tjera. Supporti vazhdon të jetë kjo zona, mund të jetë edhe pak më i thellë deri këtu, po kjo zonë më intereson mu si zonë finale për një support. Mu vazhdon të pëlqej Ethereum për një konsolidim. Kjo zona këtu është edhe një zonë supporti të javori. Kështu që edhe pora mund gjeni një support dhe pastaj të vazhdoj për lart. Por jo shenjë pozitive konsolidimi kaq i gjatë këtu. Tregon që nuk ka fuqi për të blerë, ose tregon që institucionet po e lëvizin çmimin në një zonë që ta akumulojnë për afat mesëm ose afat gjatë. Ethereum ofron një RR më të mirë për institucionet, dhe kemi parë lajme që BlackRock, institucionet e tjera kanë blerë, dhe po shkoj prapë te all time high, shikoj se çfarë RR-je mund të realizojmë 1/10. 1/10 me këtë tregtim nga 2550 që mora unë. Unë shita pozicioni me pak profit, por do të thoj që jam gati që të ripozicionohem te kjo zona për këtë 1/10. Kjo 1/10 është një tregtim që besoj i pëlqen të gjithë investitorëve dhe institucioneve, dhe ndoshta arsyeja pse po rrin kështu çmimi është që pa akumulohet në këtë zonë. Shikon, poshtë e lart, zakonisht janë zona akumulimi për këtë rritje. Dhe ndoshta mund na vi ajo alt season. Do shikojmë se si do çfarë katalisti do ndodhe në treg që të na vi kjo rritje. Për ndryshe shkojmë prapë te çmimi 2100 që kam përcaktuar edhe javën e kaluar, ndoshta edhe 1900-1800. Kjo është situata në kripto, nuk shikoj ndonjë kripto tjetër që më pëlqen ose ka ndonjë mundësi. Të gjitha janë në këtë situatë. Kemi kripto të tjera altcoins që janë në një situatë le të themi pak ndryshe nga Ethereum që ka gjetur support, dhe Bitcoini që ka akoma konsolidim dhe support në të zona 100.000. Këto kripto të tjera janë gati për të bërë një double në bottom të ditori, ose një higher low të formuar mirë te kjo zona këtu. Për një dip që mund të hajë diku te 70% të lëvizjes që bëri nga prilli deri në fund të majit ose mezi majit, kurse Ethereum dhe Bitcoin mund të hajë më pak. Mund të hajë më pak investitorëve nga fitimet e prillit deri në maj. Kjo kaq është për kripton.